Kina e ka kontrollin ndaj çmimeve të produkteve të veta. Po për më tepër produkteve të huaja, u diskutuar shumë për iPhone-in, produktin më të fundit ku do të ketë një rritje të shpenzimeve të tij, jo vetëm këtu në Kinë, por edhe të çmimit të tij shumë të madh. Pra më tepër produktet elektronike amerikane, siç mund të jenë makinat amerikane, por edhe iPhone-i aq i famshëm i cili është prodhuar këtu në Kinë, por edhe shumë i preferuar. Dhe mendohet që të ketë një rritje të çmimeve gati 50%, nëse kushton të paktën rreth 6.000 yuan apo rreth $600, mund të ketë një rritje 2 fish të çmimit iPhone-i më i fundit, pra ky që do të ketë më tepër këtë goditje. Pra ata që janë më tepër të interesuar ndaj produkteve elektronike, jo vetëm ndaj iPhone-ve, por edhe produkteve elektronike amerikane, do të kenë një të çmimit. Mendoj që të ketë çmime për sa i përket rritjeve të produkteve bujqësore apo edhe ushqimore, sepse Kina me një pjesë shumë të madhe të produkteve ushqimore nga Amerika, pavarësisht se Kina prodhon shumë, por për shkak të numrit përputhësi shumë të madhe ka nevojë për marrjen e produkteve ushqimore, qoftë nga SBA apo edhe nga vendet e tjera. Dhe duket se produktet ushqimore siç janë soja, qumshtja dhe produktet e bulmerit do të kenë një rritje të çmimit. Nuk është parashikuar sa mund të jetë një rritje të çmimit, por pritet që të ketë patjetër një rritje të çmimit, ndoshta brenda ditëve, sepse tarifa është e menjëhershme. Dhe pritet që brenda këtyre ditëve të ketë patjetër një rritje të çmimit në për supermarkete apo edhe në marketet e vogla. Por mendoj që ketë probleme edhe në biznesin e vogël, mund të bëhen shumë dyqane, shumë biznese të vogla, të cilat do të shojnë një rritje të papunësisë ose edhe ulje të çmimeve të rrogave apo edhe të vendeve të punës, por do të shihet se si do të menaxhohet nga qeveria kineze një gjë e tillë. Po, dhe është diskutuar për gjetjen e burimeve të tjera, alternativave të tjera nga qeveria kineze, pra në rast se këto mallra nuk do të importohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a do të gjenden burime të tjera? Sigurisht Kina është një treg shumë i madh, është prodhuar dhe nëse ndërpritet njëri prej burimeve të ekonomisë pikërisht që vazhdon atje. Megjithatë Kina ka shumë konkurrencë, dhe jo vetëm konkurrencë shumë të madhe, por edhe lidhje me veten ndryshme të Azisë Juglindore, për arsye sepse janë vende pavarësisht se janë shumë të vogla, kanë popullsi shumë të madhe, me Vietnamin, pikërisht Bangladeshin, me Indin, edhe pse është një konkurrencë shumë e madhe, por edhe me Australinë, duke qenë se në fakt qeveria kineze ka dhënë një deklaratë se nuk është shumë e friksuar për sa i përket një gjë e tillë, ndoshta sepse e ka arritur të ketë krijuar tregun e vet botëror. Dhe për më tepër, duke qenë se presidenti Trump ka pasur një kundërshtim shumë të madh mbar globale, jo vetëm tani vendi. Kjo duket se nuk e ka shqetësuar Kinën. Nëse do të kemi produkte ushqimore apo dhe produkte për shembull të naftës e tjera, Kina nuk është shumë e interesuar sepse pikërisht nëse SBA do të mund të ndihmonte Kinën me produkte të bruto të naftës e tjera, ka një marrëdhënie shumë të mirë me Rusinë, e cila mund të mjafton një komunikim bashkë me presidentin Vladimir Putin dhe produktet e naftës apo edhe produktet e tjera ushqimore, sigurisht do të kenë një vend shumë të madh gjigant siç është Rusia. Pra nuk është se Kina ka një frikë të tillë, sigurisht që në një farë mënyrë frenohet disi, por duke qenë se ka krijuar atë emrin dhe tregun e vet, duket se nuk është shumë e friksuar për sa i përket arritjes së tregut. Nëse tregu amerikan, do ta pranoj, sigurisht do ketë tregje të tjera. Po, do ketë tregje të tjera, megjithatë pasojat janë të pashmangshme. Rritje të çmimesh, rritje të papunësisë, mbyllje të bizneseve. A ekziston shqetësimi në Kinë, Edison, që kjo luftë tregtare të shkojë më gjerë në një luftë politike, në një përkeqësim të marrëdhënieve mes dy vendeve? Në fakt duket se marrëdhëniet nuk janë mirë. Sigurisht që pas marrjes së postit nga presidenti nga Trump, sepse u diskutuar që Trumpi ka qenë shumë ndaj Kinës edhe në mandatin e tij të parë, jo vetëm në këtë mandat. Pra duket se Kina ishte përgatitur që në momentin që Trumpi do të ulej në karrigen e presidentit, sigurisht që do të kishte probleme, jo vetëm ekonomike, por edhe politike në çdo aspekt. Por lufta ekonomike ishte më tepër e fokusuar. Pritet, sepse siç e tham që Kina i është përgjigjur dhëm për dhëm rritjes së tarifave amerikane dhe gjë që nuk i ka pëlqyer administratës së presidentit amerikan, pritet të ketë sërish rritje të tarifave, duke qenë se nëse do të kundërshtohet çdo rritje tarife, do të ketë shumë më tepër, mendoj mbi 200%, që do të jetë një gjë e tmeshme. Megjithatë, do të shohim si do të shkojë përderisa këto momente, sepse u menduar që në fakt është deklaruar që do të mund të ketë mbase një diskutim me qeverinë amerikane për sa i përket këtyre tarifave. Dhe u tha që tarifat nuk mund të futeshin kaq më një herë, pa u diskutuar se si ato dy vendet mund të merreshin vesh për çmimet e tarifave të tjera. Do të ketë një rritje të tarifave sepse Kina nuk do të heqë dorë nga çdo kundërshtim që do bëhet edhe nga Amerika. Pra, gjëja do të shkojë jo shumë mirë. Priten që të ketë goxha probleme jo vetëm ekonomike, por edhe politike me gjysdykave, sepse u mendua që në momentin kur Trumpi do të vinte në postin e presidentit, do të ndodhin këto gjëra.
Pra Kina është e përgatitur për çfarë do lloj situate, për çfarë do lloj skenarit i përgjigjet dhëm për dhëm Donald Trump. Është deklaruar nga qeveria kineze, dhëm për dhëm është e hapur, portat janë të hapura që presidenti amerikan apo edhe qeveria amerikane të kontaktojë me qeverinë kineze për të realizuar çdo gjë të mirë me dy avende, sepse kjo është një luftë që nuk është vetëm e mirë për dy